Përshëndetje të gjithëve. Së pari dëshiroj të uroj të gjithë kolegët, deputet, një vit të ri të mbar, edhe një sesion të ri parlamentar suksesshëm, meqense është hera e parë që mblidhemi në këtë format. Kryetari i partisë, kryeministri, foli edhe shtjelloi më së miri sfidën e madhe që është kombëtare në fakt. Integrimin, bashkimin evropian është një projekt madhor, historik, ku kuvendi i Shqipërisë natyrisht ka një rol të pasvendësueshëm për të luajtur. Sesioni i parë ka qenë një sesion me një volum të madh pune, të shtuar për shkak të kësaj agjende, por siç e tha dhe kryetari i partisë, sesioni në vijim, gjithë viti në vijim, madje edhe viti tjetër, do të ketë një volum vetëm në rritje. Në sesionin e kaluar kemi zhvilluar 18 seanca plenare, janë miratuar 41 ligje, 64 vendime, ligje të rëndësishme që kanë lidhje me përshpejtimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, mbështetjen e reformave të qeverisë, reformave transformuese, zhvillimin ekonomik, nxitjen e investimeve të huaja, mirëqeverisjen dhe mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. U zhvilluan 2 interpelanca edhe 2 mocione me debat të kërkuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Deputetët e grupit ton parlamentar mbajtën 230 diskutime me kohëzgjatje 40 orë, ndërsa deputetët e opozitës 330 diskutime me kohëzgjatje 48 orë. Këto shifra i përmenda për treguar hapësirën opozitare, pra që ishte lejuar, i shkryuar opozitës përtej spekulimeve mediatike dhe perceptimit të deformuar që është përpjekur të krijojë në opinionin publik. Dua ta falenderoj në këtë rast grupin parlamentar të Partisë Socialiste për konstruktivitetin, pjekurinë, përgjegjshmërinë me cilën jo vetëm ka përballuar këtë volum të madh pune, por edhe në kushte jo gjithmonë normale, edhe jashtë kulturës parlamentare për fat të keq. Ky grup parlamentar, megjithëse është një grup i ri, i rinovuar, i rifreskuar, me 53 anëtarë të rinj, ka treguar mençuri dhe ka dëshmuar se forca e vërtet janë argumentet e forta dhe jo tonet e larta. Ky grup ka refuzuar të përfshihet në debatet personalizuara, të mbushura me fyerje, dhe ka treguar se kjo nuk është një shenjë dobësie, por një dëshmi force. Unë si kryetari i kuvendit do të vazhdoj të përmbush detyrën e nderuar që më keni besuar, duke patur si objektiv vendosjen e një standardi europian etik brenda kësaj legislature në kuvendin e Shqipërisë. Integrimi europian, ne e themi vazhdimisht, duhet fillojë nga çdo qytetar, duke reflektuar në standardet vetjake, dhe kur e themi këtë, padyshim dhe ne duhet të jemi modeli për të reflektuar, për të ngritur standardin etik, kulturën parlamentare në nivelin e klubit të vendeve ku duam të bashkohemi dhe të anëtarësohemi. Europa ka qenë fokusi i punimeve të sesionit të kaluar. Gjatë vitit fundit Shqipëria shënoi rekord ndër vendet kandidate me ritmin më të shpejtë të avancimit drejt Bashkimit Evropian, si nga pikpamja e hapjes së negociatave, ashtu dhe nga përmbushja e detyrimeve teknike dhe institucionale. Në 17 nëntor, ju e dini, përfundoi hapja e negociatave për gjithë grup kapitujt, objektiv tani ngelet mbyllja e tyre deri në fund të vitit 2027, një objektiv i lehtë të thuhet, por shumë i vështirë të realizohet, shumë ambicios, edhe nuk di se me kë vend tjetër mund ta krahasojmë këtë ritëm të pritshëm. Por gjithsesi, ajo që na bën të jemi optimistë është fakti që nuk është një datë e fiksuar nga ne, nuk është një premtim elektoral, por është një datë e dakordsuar me institucionet e Bashkimit Evropian. Në seancën plenare të 4 dhjetorit u miratuan ndryshime në ligjin për rolin e kuvendit në procesin e integrimit, të cilat përcaktuan procedurën e përshpejtuar për shqyrtimin e ligjeve të parafrimit me legislacionin e Bashkimit Evropian. Komisioni për Europën
dhe punët e jashtme, shqyrtoi dhe miratoi 24 projekt ligje, duke u fokusuar kryesisht në legjislacionin që lidhet me procesin e antarësimit. Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian zhvilloi veprimtari me shoqërinë civile, grupet e interesit dhe parlamente të vendeve kandidate me fokus sundimin e ligjit, drejtat e njeriut dhe mirëqeverisjen. Takimi 20 i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit në 28 dhe 29 tetor u fokusuan në shtetin e së drejtës, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, lirinë e medias dhe bashkëpunimin rajonal. U zhvillua sesioni 10 i Shkollës së Integrimit Evropian me 48 pjesëmarrës mbi procesin e zgjerimit, negociatat, rolin e aktorëve jo qeveritar dhe reformat. Shërbimet parlamentare analizuan rekomandimet e raportit të progresit 2025 dhe përgatitën draft planin e veprimit për Kuvendin, që do të dërgohet komisioneve për konsultim. Kuvendi përmbushi detyrimet për pjesëmarrje në veprimtaritë e përbashkëta me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare në kuadër të bashkëpunimit ndërshtetror. U përmbushën detyrime për grup kapitullin e parë, themelorët, përfshi raportimet për 3 udhërëfysit, funksionimi i institucioneve demokratike, reformat në administratën publike dhe shteti i së drejtës. Gjatë sesionit kaluar, gjithashtu vijua me bashkëpunimin funksional me institucionet e pavarura, ndonse ishte një vit i ngarkuar me zgjedhjet e 11 majit, pra fushatën elektorale, e cila jep natyrisht ndikimin e vet edhe në jetën dhe punën parlamentare, u mundsua që 27 institucionet pavarura të raportojnë dhe për 22 prej tyre u miratuan dhe rezolutat përkatëse në Kuvendin e Shqipërisë. Ka patur diskutime të thelluara, raportime në çdo komision dhe më pas edhe në seancat plenare, pavarësisht se, siç e thash, jo gjithmonë në kushte normale pune. Kuvendi zgjidhi më në fund një ngërç 3 vjeçar, zgjodhëm avokatin e popullit, si dhe drejtues të disa institucioneve të pavarura, përfshi Komisionin Rregullator të Komisionit Gjorë Zgjedhjeve, Bordin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe strukturën e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Gjatë shqyrtimit të buxhetit 2026 u garantua një rritje prej 11% e buxhetit për institucionet e pavarura. Duhet ta përmend 3/4 e këtij buxheti shkon për institucionet e drejtësisë, buxheti së cilave gjithashtu u rrit me 12%. Filloi rindërtimi i platformës ndërinstitucionale online si instrument për forcimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit, rritjen e transparencës dhe monitorimin e zbatimit të rekomandimeve nga administrata publike. Në këtë sesion po përmend shkurt edhe shpejt disa projekte dhe objektiva. Projektligjet që lidhen me procesin e integrimit natyrisht do të jenë kryefjala dhe prioriteti i pa diskutueshëm, që në seancat e para të këtij sesioni ne do shqyrtojmë ndryshimet e kodit penal për përmbushjen e piketave të Bashkimit Evropian, mbrojtjen e territorit, zgjerimin e lirisë së medias dhe mbrojtjen e gazetarëve. Do të miratohen ndryshime në ligjin për organet e qeverisjes së drejtësisë dhe rritjen e efektivitetit, transparencës dhe integritetit të sistemit. Do të përmirësohet ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të garantuar pavarësinë, paanësinë dhe llogaridhënien. Do të miratohet ligji për konfliktin e interesave me instrumente kontrolli të brendshëm dhe të jashtëm. Do të përshtatet ligji për komisionet hetimore sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese. Do të ndryshohet ligji për mediat autovizive, për transparencën e pronësisë dhe drejtën e informimit. Do të ndryshohet ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, për forcimin e rolit të komisionerit dhe për afrimin me Bashkimin Evropian. Do të miratohet ligji për lobimin, për rritjen e transparencës së veprimtarive lobuese. Kemi 2 komisione të rëndësishme të posaçme, Komisioni për Reformën Zgjedhore dhe Komisioni për Reformën Administrative territoriale. Shpresojmë që puna do të ecë edhe siç është nisur në fakt në fillim me opozitën së bashku, por gjithsesi këto janë objektiva madhore që për asnjë arsye nuk duhet të ngecin, nuk do të ngelen në tentativë, por brenda sesionit do të konkludojmë me rekomandimet përkatëse. Gjatë këtij sesioni do të synojmë të miratojmë projektligjin për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit të Shqipërisë. Ky është një ligj i ri, nuk e kemi patur deri tani. Kemi bërë një diskutim parimor, por është një diskutim që duhet përfshi, do të përfshi të gjithë deputetët, natyrisht
të 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, por ne presim një kontribut nga secili prej jush pra për të patur më në fund një ligj organik për organizimin dhe funksionimin e kuvendit, i cili edhe mbështet, fuqizon rolin e kuvendit, por edhe i jep një status më dinjitos, besoj, çdo deputeti. Transparenca do të jetë një synim i këtij sesioni gjithashtu. Kemi disa projekte interesante dhe besoj me impakt të shpejt për rritjen e transparencës. Dua të veçoj atë që quajmë Media Room, është një projekt tashmë i buxhetuar në buxhetin e këtij viti. Do të fillojë me njëherë implementimi për ndërtuar një njësi të posaçme komunikimi dhe arkivimi i punimeve parlamentare të indeksuara, të përpunuara me inteligjencë artificiale, sipas modeleve të parlamenteve të Bashkimit Evropian. Kjo e bën transparencën jo thjesht formale dhe teorike, por dhe praktike, sepse një volum i madh pune, projekt ligjesh, aktesh, punimesh të parlamentit, nëse nuk janë të kërkueshme lehtësisht apo të aksesueshme lehtësisht, pothuajse nuk janë. Kështu që me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe të teknologjisë që po instalojmë, do të jetë e mundshme që edhe për deputetët, por edhe për mass median dhe publikun e gjerë të kenë mundësi zonat e tyre të interesit, çështjet e interesit, t'i kërkojnë dhe t'i marrin në kohë pothuajse reale. Platforma e re e konsultimit publik ka hyrë në funksionim dhe lehtëson përdorimin dhe aksesin e qytetarëve në procesin ligjvënës. Aplikacioni për gjurmimin e akteve do të lehtësojë funksionin mbikëqyrës dhe monitorues të kuvendit. Është në zhvillim sistemi i transkriptit, i cili përmes përdorimit të inteligjencës artificiale do të shkurtojë afatet e zbardhjes së veprimtarisë parlamentare, pothuajse në kohë reale, dhe do të asistojë kështu më mirë punën e deputetëve. Natyrisht është në zgjedhjen e grupeve parlamentare dhe të çdo deputeti ta përdor apo jo këtë avantazh të jashtëzakonshëm që sjell kjo teknologji e re, por e kemi thënë edhe më parë, ka thënë në një mbledhje të grupit parlamentar, kryetari i partisë, ky grup e ka shprehur vullnetin për ta përdorur databazën dhe teknologjinë që po instalohet në kuvend dhe për ta kthyer atë në një ndihmës apo në një asistent me inteligjencë artificiale për çdo deputet të paktën të këtij grupi. Grupet e tjera është çështje zgjedhje. Roli i mbikëqyrës i kuvendit, dy fjalë, do të forcohet roli i mbikëqyrjes së kuvendit për zbatimin e legjislacionit të parafruar me prioritet sundimin e ligjit, të drejtat themelore, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Do të zgjerohet bashkëpunimi me shoqërinë civile, me përfshirjen pra të grupeve të interesit dhe shoqërisë civile për informim, transparencë dhe llogaridhënie në procesin e anëtarësimit. Do të intensifikojmë, siç e tha dhe kryetari i partisë, kryeministri, diplomacinë parlamentare, sepse nëse të gjitha gjërat shkojnë siç duhet, në fund të vitit 2027 përmbyllet procesi teknik dhe fillojmë menjëherë me ratifikimin e marrëveshjes në secilin prej parlamenteve, puna për të cilat duhet fillojë që tani përmes kontakteve, lobimit dhe diplomacisë parlamentare. Nismat qytetare, dhe për pak po e mbyll, dhe konsultimi publik, fal riformatimit të komisioneve, krijimit të komisioneve të reja, do të marrin një dimension dhe një vlerë të re, do të krijohen hapësira të reja dhe korsi më të shpejta për jetësimin apo për diskutimin e nismave qytetare dhe natyrisht përfshirjen e publikut në vendimarrje. Do të zbatohet vlerësimi ex post i ligjeve për të rritur funksionalitetin e procesit ligjvënës. Procesi ligjvënës do të mbështetet më mirë dhe më shumë nga kërkimi shkencor përmes punës së Institutit të Kërkimeve Parlamentare. Do të vëmë në zbatim, e kemi në zbatim, por jemi duke e integruar brenda strukturës tonë sistemin e-legislation të mbështetur nga OSBE, manuali procesin ligjvënës, si dhe veprimtarit për edukimin demokratik, sepse siç u tha, ky nuk është një proces vetëm i qeverisë, nuk është një proces vetëm i parlamentit, nuk është një proces vetëm i politikanëve, e kam fjalën për antarësimin në Bashkimin Evropian, por i gjithë shoqërisë. Por e vërteta është që perceptimi është ndryshe, pritet si një punë për të kryer nga ne, nga politikanët, ndërkohë ka shumë detyra për çdo qytetar, për institucionet tona të edukimit, për sipërmarrjen, sidomos dhe
Unë ndaj të njëjtin shqetësim me kryeministrin sa i përket disa sektorëve që realisht kanë një punë shumë të madhe për të bërë, siç janë ato që lidhen me sigurinë ushqimore, por jo vetëm. Kështu që përmes qendrës së vizitorëve që do të hapim së shpejti edhe aktiviteteve të tjera do të mundohemi të shkëmbejmë më shumë me shoqërinë, pra me gjithë grupet e interesit, në mënyrë që të jemi së bashku realisht edhe praktikisht në këtë proces. Ju falenderoj, mbase e zgjata pak më shumë se ç'duhet. Ju uroj edhe një herë suksese në këtë sesion të ri parlamentar. Faleminderit.